50 dobi madhore nga nata e Kadrit. Nata e Kadrit është prej begative më të mira që na ka dhënë Allahu. Është mirësi që nuk peshohet me të asnjë mirësi dhe nuk mund të shpaguhet me asnjë falënderim. Nata e Kadrit është një natë, pozita e së cilës është madhështore, nuk ka të ngjashme. Allahu në të e shpërblen shumë edhe veprën e vogël dhe punën e pakët. Në këtë natë, përveç të tjera, shpërkujtojmë edhe mirësinë e madhe të Allahut ndaj nesh, shpalljen e Kuranit famë madh, i cili është udhëzim për njerëzit. Pse quhet nata e Kadrit? Për shkak të pozitës dhe nderit të saj. Për shkak se kush kryen adhurime në të, bëhet me nder dhe pozit. Për shkak se Allahu i madhëruar ka shpallur në të një libër me pozitë të veçantë, tek një profet me pozitë, për një ummet me pozitë. Për shkak se në të Allahu cakton çfarë të dojë për vitin vijues. Mirësitë dhe karakteristikat e saja. Në të Allahu e ka shpall Kuranin. Puna në të është më me vlerë se në 1000 muaj. Në këtë natë zbret meleku Gjibril me melek të tjerë, ndërsa bëjnë amin për lutjet e besimtarve derisa të lind agimi. Është nata e qetësisë dhe sigurisë. Allahu në të nuk cakton vetëm se paqe dhe mirësi. Kush privohet prej bereqetit dhe mirësisë së saj, vërtet është i privuar. Kush falet në të me besim dhe llogari në shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e mëparshme. Thot dietari i madh Abdul Gani Nabulsi, kjo falje përfshin mëkatet e mëdha dhe të vogla. Mirësia e Allahut është më e madhe se kjo, se sa të kufizohet vetëm në faljen e të voglave. Për vlerën e saj, Allahu ka shpall një kaptin që lexohet deri në Kiamet. Është nata në të cilën përcaktohet e ardhmja jote për një vit. Në të shkruhen caktimet brenda vitit. Nata e Kadrit është e veçantë për këtë ummet. Shkak pse është e tillë. Është dhuratë dhe mirësi nga Allahu ndaj nesh, për shkak të jetëgjatësisë së shkurtër të këtij ummeti në krahasim me ummetet e tjera. Angazhimi në këtë natë është më me vlerë se 1000 muaj. Domethënia e mirësisë së natës së Kadrit, ka thënë Enesi. Puna në natën e Kadrit, sadakaja, namazi dhe dhënia e zekatit janë më me vlerë se sa të kryen në 1000 muaj të tjerë. 1000 muaj është baraz me 83.4 vite. Disa njerëz gabojnë kur thonë se nata e Kadrit ka vlerë të 83.4 viteve. E vërteta është se ajo është më e mirë se kjo periudhë kohore. Nata e Kadrit është e përhershme. Mbetet në këtë ummet deri në Kiamet. Nata e Kadrit është absolutisht nata më e mirë e vitit. A më me vlerë është nata e Kadrit apo ajo e Isras? Ka thënë Ibn Taymije, nata e Isras dhe Mirajit është më e mirë për Muhamedin a.s., ndërsa për ne më e mirë është nata e Kadrit. Kur është nata e Kadrit? Ajo është në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. Ajo lëviz për gjatë viteve nga nata në natë. Ajo shpresohet të jetë në netët tek. Ndërsa prej netëve tek, më së shumti shpresohet të jetë në natën e 27. Shenjat e natës së Kadrit. Në mëngjesin e saj, dielli lind ndërsa nuk ka rreze. Ka thënë pejgamberi a.s. Në mëngjesin e natës së Kadrit, dielli lind ndërsa nuk ka rreze, derisa të ngrihet, duket sikur një lavaman. Kjo dobësi e rrezeve të diellit është për shkak të zbritjes, ngritjes dhe lëvizjes së melekëve, të cilët me krahët e tyre pengojnë diellin dhe rrezet e tij. Hëna del sikur të jetë një gjysmë sahani. Ebu Hurejre rrëfen. E përkujtonim natën e Kadrit në pranit të dërguarit Allahut a.s., ndërsa ai na tha, kujt i kujtohet kur lind, del hëna, ndërsa është sikur të jetë një gjysmë sahani. Nata është normale, as e ftohtë dhe as e nxehtë. Pejgamberi a.s. ka thënë, natë e shëndritshme, as e nxehtë dhe as e ftohtë. Ditën e saj, dielli lindi kuq i dobët me rreze të dobta. Nuk bie në yje. Taberaniu transmeton se pejgamberi a.s. ka thënë,
Ajo është natë e ndritshme, as e nxehtë dhe as e ftohtë, në të nuk gjuhen djajt me hyje. Shenjat e pavërtetuara fetarisht për natën e Kadrit. Qentë nuk lehin, gomarët nuk pëllasin, melekët zbresin dhe i përshëndesin besimtarët. Si dihet që është nata e Kadrit? Shihet gjerësisht, shihen shenjat e saja, shihet në gjumë, ndjehet shpirtërisht. Mbajtja e fshehtë preferohet për shkak se ajo është mrekulli, keramet, dhe këto nuk publikohen, në mënyrë që të mos vetë mashtrohet se gjoja ky është i përzgjedhuri, i miri, i devotshmi, që njerëzit mos i ikin për kushtimit, ndaj adhurimit edhe kërkimit të natës së Kadrit, që ta ruaj veten nga zilia e njerëzve, po kështu nuk e publikon as nëse e sheh në ëndër. Gjërat që fetarisht propozohen për këtë natë, kërkimi i saj, falja e namazit në të. Aisha radiallahu anha e kishte pyetur Muhamedin alayhi salam se çfarë të thoshte në këtë natë, ndërsa ai i tha: "Thuaj, o Zoti im, ti je falës, e do faljen, andaj më fal mua." Si ta arrim faljen në natën e Kadrit? Duke u falur me imamin derisa ai ta kryej. Shpërblimi arrihet për namazin edhe nëse nuk e di se ka qenë atë natë nata e Kadrit. Imam Shafiu preferon që angazhimi në adhurim të jetë edhe gjatë ditës së Kadrit sikur natën. Në disa rrëfime nga të parët përmendet se preferohet edhe larja e trupit gjatë kësaj nate. Ka thënë Ibni Badisi, disa njerëz e shfrytëzojnë natën e Kadrit për të përfituar nga dynjaja, ndërsa ajo është ekskluzive vetëm për aspektin shpirtëror fetar. Atëherë le të pendohet ai që vepron kësaj, nga se Allahu ka thënë: "Kush është që dëshiron fitimin e botës tjetër, ahiretit, ne do t'i shtojmë fitimin e tij. E kush e dëshiron vetëm fitimin e kësaj bote, ne ja japim, po në botën tjetër, ai nuk ka hise." Surja Shuara 20. Në këtë shton Ibni Badisi: "Nuk duam që të dalim kundër kërkimit të furnizimit, por nuk duam që dynjaja të jetë mbi ahiretin. Le të mos e verbojë dynjaja askënd, aq sa ta kërkojë natën e Kadrit, duke qenë vigjilent ndaj përfitimeve materiale dhe neglizhent ndaj përfitimit të shpërblimit."